حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين الطاهرين والصحابة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله العظيم. تجيثا فالدين الضامرين ينكر الله زوج الجسيس. Ata e falendrojmë, ata e adhurojmë. Prej atij e kërkoj ndihmën, se vetëm ai meriton. Elhamdulillah, na bashkoi edhe sot në këtë xumaje. Mëshira Allahut të mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij pastë, dhe për gjithë ata besimtarë dhe besimtare që i kanë ndihmuar këtij dini. Mëshira Allahut qoftë edhe për gjithë ju që jeni sot bashkë. Allahu ju mëshiroj edhe ju pekoj. Vallahi, unë nuk e di se nga t'ja të dojë, se me të vërtet kam marrë me i knajsi zemrë sot tu, dhe me hoxhën tu i Zotë e pekofin edhe atash. Kemi një emër sepse edhe unë muharën shumë. Edhe hoxha ju muharën, edhe Zotë ju a pekof, edhe inshallah të takemi, sa tjetë dhe jetën e kësaj bote. Po inshallah dhe ty do t'ju ketë ju si gjëman, sa tjene dhe jetën e kësaj bote. Qoftë këtë ditë gjumajnë, hajrë, mirësi, begati dhe rrëptim drejt gjenetit lartë. Po e thënë fëmejt e takëzorin dhe këtë gjami të inshallah, në përmjet rjetëve sociale e kemi marrë vesh. E kemi pa mundimin të ujë, gati shpërin të ujë, edhe të hoxhës tuaj. Po inshallah Allahu do ta kompensojë, sepse ai është kompensuesi më i mirë. Zoti ju bekoj. Përmenda disa ajete të Kuranit, jenë veçës në njëri tjetrit, dhe normalisht ky Kuran, ky libër, me qenë se është kelam Allah të thotë fjala Allah, nuk ka konkurencë, s'ka të dytë. Pra, është fjallë për e kone të Zotë Gjellelahu, dhe kështu do t'jetë e pa konkurencë, udhëzuese, drejtuese, shpëtuese, deri sa të mbaroj të bërë. Çfarë thotë në ajetin e parë? Ja eyyuhellezine amanu qu anfusakum wa ahlikum. O ju që keni besuar, besimtarët i drejtohet në të rast të madhe Zotë që në qëratë.
Sa ka kërku shumë për me rujt botën. Ti e ka caktu për me rujt botën. Po ne në të një herë në parë në thotë rruni vetën tuaj. Nëse bëni një llogarit lehtë në vetën tonë, Allahu xhallahu u thotë kur s'ju kam ngarku ma shumë se sa keni mundësi me bajë. Ma më në hosh. Kretë ka tonin ma galon Allahu mu. Familje të ka tonin, jo. E në parë vetën tonë. Vetja o vezër nuk ruhet se mos bi e ka i qeni, apo mos bi nga rruga, por vetja ruhet duke u lidhur tek Zoti xhallahu. Edhe unë po ta them të pornore, se mashallah që ju bekon Zoti inshallah. Do të thonë më shumë për moshat e mbi mesatarët në klasë se fëmijë, mos edhe nuk i kuptojnë për momentin të këtë themine. Po inshallah mashallah të dimsoj, pra si ruhet vetja? Si duhet vetja jote? Pas a shku një loqë njërë, po ju thonë ati që moti. Me zafirë, për që dojnë të flasë. Si edhe ti bashkërtë me bashkërtë, jo se atë e ti ma hoqë. Po që t'ju flasë? T'ju flasë sa i keqë është të shkolli, e di në atë e hoqë. Po t'ju flasë si më usjedhë me shokët, me mikën, me mëmshiu, edhe ato i di me hoqë. Atëre, për që t'ju flasë? Këtë thotë hoqën, kur i dini gjitha, normalisht i dini, po këtë dini, kjo fe e ka një sekret që tu nuk ka lojnë. Ja. Pra, me u falë 385 ditë, edhe me qenë gjendje jote, si që e falë ditë në parë, edhe ditë në funit pas e ndryshim, nuk ka. Duhet ndryshim.